Një nga gjërat që më ka bërë përshtypje është për shembull statusi që bëre për Mimoza Ahmetin, kjo gru mu ka boj Spirin kur të rritna mundësisht du mu bo si Moza, e du. Për një me kena pas shumë nevoj me po një karakter të tillë me na pushtu mediat. Se Moza mendoj që është shembull shumë pozitiv që ka shku në atë format edhe u konë kohën e duhur, më ka dhu njerëzve që nuk është e domosdoshme me konë negativ, me konë manipulus, ose mu përla, me bo drama, për me më rrin jetë edhe me fitu një format, ose me fitu diçka. Mund është më konë edhe njeri pozitiv, mund është më konë njeri i festës, njeri që këndon, njeri që është i lirë. Moza është një paradoks, mund pëlqejnë shumë paradokset. Do me thonë, është edhe një njeri shumë i thellë, po është edhe një njeri që ka fëmin brenda vetës gjallë në atë moshë që e ka. Edhe kjo për mua është shumë inspiruese. Do me thonë është i ka të dyjat. Edhe unë i kam ndoshta dy senet ndryshme që janë me njëna tjetrën. Edhe njerëz të tillë më pëlqejnë shumë edhe më inspirojnë shumë. Edhe zakonisht thonë që çka shet e tjetri që të pëlqen, e ki edhe ti vetë qatë atribut. Edhe nëse nuk e ki hala, ti ki potencial me zhvillu qatë atribut. Edhe mendoj që tu i pëlqy krejt njerëzve shqiptarve Moza, mendoj që edhe ata penin që e kanë qatë pozitivitet, nështë në kitë vorbull negativ që është ndodhë, ose kitë vështirësit e jetës. Ua, Tajna. Jo se fole për Mozën, jo. Me thënë drejtën ka menduar që vetëm performor të këndosh. Po që ka gjithë kjo çup, që ka gjithë kjo artikulim, gjithë kjo elokuencë e madhe në të folur. Ua, najherë i gjykojmë njerëzit që është e vërteta, ose najherë tjetër duken e tjetër janë, tjetër mendojnë, tjetër janë. Po që ka gjithë kjo çup. Ka menduar vipe kjo, e kupton, vipe këshu, si aj, e kupton, edhe kam thënë unë shmerë vesh kjo në kështu në këto gjë. Jo, valla, po dika me fol, qika bot, po dika me fol, po të knaqka. Jo se foli për Mozën, ja për këtë që po pi. Ja, mu këtu mu bëv duq qofë se ka për këta. Po që, të ka mua betin, ku ti unë si që më herdi një kështu një loj fladi. Jo fladi që po ashtu baluket, po. Një loj, ku ti unë se që ndjeva një loj gjë, jo se nuk të vrash në dashurime, jo, po jo me zëmë, jo se si ma mirë qaj që kam në shpi, po. Mu për qefi, e ndryshova mendimin Tajna, se ka menduar në kështu ti vipe, e kupton, ajtë më tanë. Dike me folë, lumë, dilni më shpesh në për podcastet, i lumë të ketës që të mori, zemra, që të ftoj, që të shikonim që i kësa bukur flet, se të kemi pa vetëm i mikrofon gojë duke kënduar, duke performuar. E, këngë të ketë bukur, nuk të shanë njëri me, jo, e, bukur jesë s'ke këtë vesh, po që dike dhe për të folur. Të lumë Tajna, komplimente zemra. Unë jam impresionuar.